Çdo vit, miliarda ton pluhur ngrihen nga shkretëtira e Saharas dhe udhëtojnë përmes atmosferës drejt Oqeanit Atlantik dhe mëtej. Ky fenomen që shpesh shihet në imazhet satelitore si re të mëdha pluhuri që lëvizin drejt perëndimit, nuk është thjesht një kuriozitet meteorologjik. Ai përfaqëson një nga mekanizmat më të rëndësishëm natyror që lidh tokën me oqeanin dhe ndikon drejt për drejt në klimën globale. Në qendër të këtij procesi qëndron hekuri, një mikronutrient thelbësor për jetën. Hekuri luan rol kyç në procese biologjike si frymarrja qelizore, fotosinteza dhe sinteza e ADN-s. Në oqeane megjithatë, disponueshmëria e hekurit është e kufizuar. Në shumë zona të mëdha detare, mungesa e këtij elementi frenon rritjen e fitoplanktonit, organizmave mikroskopik që përbëjnë bazën e zinxhirit ushqimor detar dhe që kanë një rol thelbësor në thithjen e dioksidit të karbonit në atmosfera. Sa më shumë hekur të jetë disponueshëm në ujërat sipërfaqësor, aq më i madh është prodhimi i fitoplanktonit. Kur këto organizma fotosintezojnë, ato thithin CO2 nga atmosfera. Kur vdesin, një pjesë e karbonit që kanë përthithur zhytet në fund të oqeanit, duke kontribuar në ruajtjen afatgjat të karbonit jashtë qarkullimit atmosferik. Ky mekanizëm është një nga pompat biologjike më të rëndësishme të karbonit në planet. Hekuri arrin në oqeane përmes disa burimeve, lumenjve, shkrirjes së akullnajave, aktiviteteve hidrotermale, në fundin e detit dhe mbi të gjitha përmes erës. Pluhuri i Saharas është një nga burimet më të mëdha ajrore të hekurit për Atlantikun. Megjithatë, jo çdo formë e hekurit është menjëherë e përdorshme nga organizmat detar. Në natyrë, hekuri rrallë gjendet në formë të pastër, ajo zakonisht i lidhur me elementë të tjerë në përbërje minerale që mund të jenë pak a shumë të tretshme. Një studim i ri, i botuar në revistën Frontiers in Marine Science, hedh dritë mbi mënyrën se si pluhuri i Saharas transformohet gjatë udhëtimit të tij mbi Atlantik. Një nga bashkëautorët e studimit thekson se hekuri i lidhur me pluhurin saharian ndryshon vetitë e tij kimike sa më larg që udhëton. Sipas tij, sa më e gjatë jetë distanca e përshkruar, aq më bioreaktiv bëhet hekuri, pra më i tretshëm dhe më i përthithshëm nga fitoplanktoni. Kjo do të thotë se gjatë transportit atmosferik ndodhin procese kimike që shndrojnë hekurin nga forma relativisht e qëndrueshme dhe pak e tretshme në forma më të disponueshme biologjikisht. Ndër veprimet me avujt e ujit, gazrat atmosferik dhe grimcat e tjera mund të ndryshojnë strukturën minerale të pluhurit, duke bërë atë më të dobishëm për jetën detare. Për të kuptuar më mirë këtë proces, ekipi i studiuesve analizoi bërthama sedimentesh të marra nga fundi i Oqeanit Atlantik në kuadër të programit ndërkombëtar të zbulimit të oqeanit. Ky program ndërkombëtar studion ndryshimet klimatike, kushtet e oqeanit dhe historinë gjeologjike të tokës përmes shpimeve të thella detare. Studiuesit përzjodhen 4 bërthama sedimentare bazuar në afërsinë e tyre me të ashtu quajturën korridor i pluhurit Sahara-Sahel, një rrugë ajrore natyrore që transporton pluhur nga Afrika drejt Atlantikut. Mostrat u morën rreth 200 kilometra në perëndim të Mauritanisë dhe 500 kilometra në lindje të Floridës, duke lejuar krahasimin me zonave më afër dhe më larg burimit të pluhurit. Duke analizuar sedimentet e depozituara gjatë 120.000 viteve të fundit, studiuesit matën jo vetëm përqendrimin total të hekurit, por edhe përbërjen e tij izotopike. Izotopet janë variante të njëjtit element kimik me numër të ndryshëm neutronesh dhe analiza e tyre ndihmon në identifikimin e burimit dhe transformimeve të elementit. Në vend që të fokusoheshin thjesht në sasinë totale të hekurit saharian, siç kishin bërë studimet të mëparshme, studiuesit matën veçanërisht fraksionin e hekurit që tretet lehtë në ujë, pra atë pjesë që është realiste disponueshme për organizma detar. Rezultatet treguan se megjithëse nivelet totale të hekurit ishin më të larta në mostrat e marra pranë Afrikës, pjesa bioreaktive e hekurit ishte më e rëndësishme në zonat më të largëta. Kjo sugjeron se gjatë udhëtimit nëpër atmosferë, vetitë minerale të hekurit ndryshojnë në mënyrë thelbësore. Fillimisht i dobët në bioreaktivitet, hekuri transformohet gradualisht dhe bëhet më i tretshëm. Si pasojë, një pjesë e madhe e tij përthithet nga fitoplanktoni përpara se të arrijë në fundin e oqeanit si sediment. Ky zbulim ka implikime të rëndësishme për mënyrën se si e kuptojmë ciklin global të karbonit dhe ndërveprimin mes atmosferës dhe oqeanit. Pluhuri saharian nuk është thjesht material i depozituar pasivisht, ai është një komponent aktiv i sistemit klimatik, që ndikon në produktivitetin biologjik të oqeanit dhe në kapacitetin e tij për të sekuestruar karbon. Në një kohë kur ndryshimet klimatike po riformësojnë ciklet atmosferike dhe modelet e erave, kuptimi i këtyre proceseve bëhet edhe më i rëndësishëm. Ndryshimet në intensitetin ose drejtimin e transportit të pluhurit mund të ndikojnë drejt për drejt në furnizimin me hekur të oqeaneve dhe rrjedhimisht në balancën globale të karbonit. Pluhuri i Saharas përfaqëson një shembull të fuqishëm të ndërlidhjes së sistemeve natyrore të tokës. Një grimc pluhuri që ngrihet nga një shkretëtir në Afrikë
mund të përfundojë duke ushqyer organizma mikroskopik mijëra kilometra larg, duke ndikuar në klimën e të gjithë planetit. Ky cikël i padukshëm, por thelbësor, dëshmon se edhe proceset që duken të thjeshta apo lokale mund të kenë pasoja globale.